gjithë masa e jashtëzakonshme e protestuesve. Por gjithsesi, gjithçka u zhvillua jashtë rrezës së çdo rreziku të imagjinueshëm për këtë godinë dhe lëre pastaj për VIP-in e vetëngujuar brenda saj me hordhinë e vet dhe me gjithë karafilin e tij ambulant lart në Tarac. Dhe pikërisht kur pas disa orësh turma e zvogëluar ndjeshëm në bulevard nisi të shpërndaj krejt paqësisht, tyta dhe pushve u ulën drejt trupave të protestuesve dhe morën 4 jetë pafajshme, duke plagosur edhe disa protestues të tjerë, pasojë fatale e mendjes kriminale, e cila me gjas nuk deshi ta humbte rastin pa ju treguar kundërshtarëve politik dhe krejt shqiptarëve se të vriste me të vërtetë. Drejtë e di çfarë i tha dhe çfarë u tha mendja atij që e urdhëroi dhe atyre që e kryen atë krim shtetëror të pashëmbullt për Europën demokratike, duke përvoluar shpirtin e prindërve, bashkëshorteve, fëmijëve, motrave e vëllezërve të 4 burrave të rinj që nuk u kthyen më në shtëpi. Por vetëm Zoti e di se me çfarë guri në zemër unë vi për në këtë godinë kur del drita e ditës së 21 janarit. Është një gur që bëhet gjithnjë më i madh dhe që më tregon përmes një sekëldije të madhe se sa më i madh bëhet në çdo 21 janar zhgënjimi juaj të dashur familjar të 4 dëshmorëve, hidërimi juaj, pengu juaj për mosardhjen e drejtësisë. 15 vjet pa drejtësi për 20 janarin janë 15 vjetët e një padrejtësie të madhe, jo thjesht për disa, por mbi Shqipërinë dhe mbi popullin shqiptar. Ndërsa për ju familjarët e dëshmorëve të 21 janarit, 15 vjetët e këtij boshllëku të pangushëllueshëm janë sa një jetë e tërë e jetuar në ankth, dëshpërim dhe poshtërim. Atyre ndër ju që ishin gjyshër, u ka ardhur koha për t'u bërë stërgjyshër. Atyre që ishin fëmijë, u ka ardhur koha për t'u bërë prindër.